që çmimi ka lënë 250% ma shtrejt. Jeni ju një biznes i cili ka mbi 50 punëtor? Po, jemi në të dy bizneset, jemi që na prek kjo formë e re e aplikimit. Jo preke, do të deni në treg të hapur, apo jo se biznes... Po, sigurisht që na pa energji elektrike nuk do të mund të funksionojnë. Është edhe Qysh keni me gjithë zgjidhjen? Po, zgjidhjen sigurisht që si pas gjitha informatave që i kem, shumë pak ose mund them nuk kemi ndëgjuar ndaj rasti i cili ka kontraktu rrym, s'paku sa kam informata on se ka mundësi që të ketë, po një pjesë edhe nëse kanë siguru marrëveshje me furnizues të rrymës janë shumë pak ata. Po a jeni interesuar jo? A jeni interesuar dhe cilat i keni alternativat? Jemi interesu. Kushtet? Jemi interesu, mirë po realisht është pak e pa njohur kjo formë, pasi që janë rrethona të reja, jemi duke pritur mosën. Si të veproj mosa, do të veprojmë edhe ne. Kështu që është një diçka e re për neve, nuk do të thëmë që sa do t'jetë çmimi, pasi kemi ndëgjuar plot informata që nga disa afares të cilët kanë hulumtu që çmimi ka lënë 250% ma shtrejt. Kur e dim këtë pjesë me panike presëm edhe këtë formë, pasi që na e dimi shumë mirë që çdo harxhim ose çdo ngarkesë shtesë për bizneset është një armë apo një thik ndaj bizneseve, pasi që ashtu janë hall të madh bizneset. Edhe një herë nisa diskutimin se thash e vetmi burim i të hyrav të qeverisë së Kosovës janë bizneset, edhe kjo i bjen që të mos konsultohesh me ta, apo të marrësh vendime të cilat nuk ju përshtaten, apo të cilat i dëmtojnë bizneset, është sikur të jesh në një ani, ku të gjithë jemi brenda dhe të marrëm të dëmtojmë anin. Aja dihet që për një kohë shumë të shkurtë ania do të mbushet me ujë dhe do të fundoset me të gjithë. Kështu që mendojnë që çdo dëm ndaj bizneseve që bëhet nga qeveria apo nga zyra rregullatorit e Kosovës, unë mendoj që do ta fundos edhe vetë arkën e shtetit. Kjo nuk duhet të jetë interesi i qeverisë. Interesi i qeverisë. E përmendet që jo jeni afarist i cili keni bizneset që janë në kategorinë me mbi 50 punëtorë dhe që i duhet të dalë në tregun e lirë. Në anën tjetër thatë që keni parë për alternativa, por keni vendosur si do të funksiononi nga një qershori, çka do të bëni, kur zyrtarisht është data, kur përfundon aplikimi. Akoma nuk kemi një dritë, si të themi në fund tunel se si do të veprojmë. Akoma s'kemi vendosur diçka. Jo vetëm unë si biznes, po s'paku në informata, çdo ditë marr informata, një pjesë e konsiderueshme akoma janë duke pritur çka do të ndodhë me të gjithë. Pasi që është shumë një e panjohur për neve, edhe është një diçka që nuk presin mirë edhe bizneset, një rritje 250% është një qelsi madh ose një dry i madh i bizneseve. Unë nuk e di, sinqerisht po them, është edhe mundësia që ketësit të faturoj me çmimet cilat janë në treg të hapur, nëse ti nuk ban kontrat, sigurisht që do të faturoj me ato çmime cilat i ka tregut. Kështu që është një e panjohur e madhe. Ne jemi në pritje me shpresën që qeveria Kosovës, zyra rregullatorit të vazhdoj afatin, të shtyj afatin për shkak se besoni është një frikë e madhe.